Cila është gjuha e vërtet e vjetër greke? Çfarë gjuhe kanë folë me të vërtet greket e lashtë? Edhe ku është arsyeja që edhe sot e kësaj dite, jo vetëm ne, jo vetëm greket, por gjithë bota që merret me këtë çështje nuk ka kurajon ta thotë vërtetën ashtu siç është. Gjuha e vjetër greke, ose gjuha e lashtë greke, ose gjuha që Aleksandri i Madh i dha gjithë botës hellene, perëndërisë hellene, para natyrisht epokës sonë, nuk ka qenë gjuhë greke, ka qenë gjuhë ilire, gjuha e kaonëve. Askush në botë, as grekët vetë, nuk e mohon që gjuha me të cilën është përkthyer dhjata e vjetër ishte gjuha helene kaonike. Po ç'është kaonja? Kush janë kaonët që i dhanë gjuhën perëndërisë hellene, që u quhet greqishtja e lashtë ose greqishtja e vjetër, edhe ku fillojnë edhe hedhin rrënjët ato ndryshimet, fjalëformimet për të ardhur në ditët e sotme që kemi këtë greqishtën moderne. Vëllezër e motra, ne do të jemi shumë të kujdesshëm kur flasim për një të vërtet historike, kryesisht për të vërtetën e shqiptarëve, grekëve, hellenëve, ilirëve, që është dëformuar, është të tërsu qëllimisht për të përliqë formimin e një shteti artificial, por që është shtet tani tashti, Greqia. Do të kemi shumë kujdes dhe duhet gjithmonë të referohemi burimeve të sakta historike që të jemi të besueshëm. Për arsye se jo vetëm grekët do të na hidhen e do të na shërbojnë çdo kohë, por edhe vetë shqiptarët e indoktrinum, historianët që kemi pas gjerë më sot, ato gjuhëtarët që kemi, arkeologët që kemi, që me ose pa dashje i kanë shërby kësaj teorie të gabume që është bë praktik për të fshehur çdo gjë ilire, për të mohuar çdo gjë shqiptare që të krijohet shteti grek. Edhe një herë, po të shikoni këtu në këtë hartë, me kujdes. Kjo është, si quhet ndryshe, Epiri i Jugut. Këtu ka lind Piros, këtu ka lind Olimpia, nëna e Aleksandrit Madh, këtu ishin kaonët. Kjo është kaonia, ose periodet, ose dhe çamët që kanë qenë gjithmonë. Edhe me qenë se të gjitha burimet, përfshi dhe vetë burimet greke, edhe gjithë bota, nuk mund të mohoj dot që greqishtja e vjetër ka qenë dialekti kaonik, pra dialekti i e periodeve, dialekti i ilirëve, dialekti i shqiptarëve, atëherë ato më çdo kusht greket duan zhdukjen elementet shqiptare, kështu që këto teoritë që çamët u larguan se ishin musliman, se çamët u vran, e u rënun, edhe u shkëmbyn me botën ortodokse me botën ortodokse që ishin në Turqi.
këto kanë të vërteta që nuk mohon, por e vërteta e madhe është se elementi çam do ta përgënjeshtronte një herë për gjithmonë, po tjetë i dukshëm edhe dominus në Epir, do të tregonte që jo vetëm në Epirin e lashtë, kjo tokë ka qenë gjithmonë e banuar nga raca jonë ilire, edhe na që jemi shqiptar, por edhe sot e kësaj dite, pra vazhdon të jetë çam qose ata nuk e zhdukin elementin çam. Natyrisht që ato greket, ose si quhen këto pseudo-greket, se greket e vërtet janë çamët dhe arvanitësit, por pseudo-greket natyrisht që përsun vetëm musliman çam, theren e rënun vetëm musliman çam, jo ortodoks, për arsye se në qoftë se ti e identifikon veten si grek, si që identifikojnë let ortodoksë, së bashkohen edhe me ortodoksismi, ata s'kan problem, mjaft që popullata të deklarohet, të identifikohet si greke, edhe zhduket ajo qenësia shqiptare në Epir ose në Kaunin e dikurshme, edhe është lehtë pastaj që ato ti paraqiten botës që s'ka nevojë se bota i ka ndihmuar në këtë lloj konspiracie, që ka qenë gjithmonë një element grek, Helen, elementi, mirë po për këtë, si që thashën juve më parë, nuk duhet vëllezër e motra që ne të flasim thjesht me ato që dim, me ato që jemi të bind, me ato që është e vërtet, por duhet me domos gjithmonë, në qoftë se dikush nga ne mund të referohet nesër, mund të bëhet referencë për studiosit e huaj, duhet të referohemi ne vetëm burimeve të vjetra kryesisht greke, qoftë të lashtësisë, kur them të lashtësisë, e kam fjalën në kohë shumë të vjetra, që i përket para e reson, si për shembull Strabonit, apo Apianit, apo Plutarkut, edhe vim pastaj edhe më vonë që mund të vim edhe ke Stefansi i Bizantit, qoftë edhe ke studiues shumë të më vonshëm, si që janë ata anglez e gjerman që flasin për këtë çështje. Atëherë që ne kur flasim njëri tjetrit, edhe duhet të edhe një herë të bazohemi tek referenca dhe këto jo thjesht i ka thonë, kështu ka thonë Straboni, apo kështu ka thonë Apiani, apo kështu ka thonë Plutarku, por të mundohemi që këto gjithmonë të themi me eksaktësisht në çfarë libri, në çfarë paragrafi. Kjo është shumë e rëndësishme. Pse është shumë e rëndësishme? Dhe këtu unë flas me ju të gjithë me shpresë që në një që është i interesum edhe i pasionum mas kësaj çështje, që do jetë nga brezat e vonshëm që vinë këtë jetutje, kur të flasë për këtë çështje, të flasë me autoritet. Kur them me autoritet, nuk kam fjalën që me plot gojen, por që me në mënyrë autoritative që të ketë burime autoritative që i citon, edhe i citon me saksi që tjetër shkon dhe të sheh, për arsye se nuk ka kohë bota të merret me ne, edhe me qoftë se ne nuk e vërtetojmë që ja, shikoje në këtë libër, në këtë rresht, kështu thot filani, kështu ka thonë ky, atëherë këta janë bon si muhabete popullore, pasionante, amatorësh, edhe duke qenë se është një numër i madh i joni që bën mirë, që zgjohet këndërgjegja jon, që flet për këtë, do të molon të shumica pa burime atë të vërtetën, edhe do dukeshin pastaj si vetë grekët
që flasin edhe basardojnë edhe keq interpretojnë historinë, por grekat s'ka nevojë të jenë të vërtet, për arsye se grekëve ka ardhur në ndihmë gjithë pseudoshkenca botërore kur u vu në shërbim fillimisht për të krijuar shtetin artificial grek, edhe pastaj kur kjo teori është servir, se thonë, në për universitete, në për libër, në biblioteka, për një kohë kaq të gjatë, është formuar për fatin tonë të keq, shtresa e madhe mbar botërore e intelektualeve që besojnë në këtë falsitet, edhe jo vetëm në botë, por ne kemi akademisët tonë të shkencave, kemi gjuetarët tonë, kemi historianët tonë, që merren arkeologët tanë që merren me këtë fushë, edhe ose nga negligjenca, ose nga pafësia, ose nga frika, ose se janë të shit, e kanë trumpetu edhe vetë këtë lloj teorie të gabume, aq sa tashti për të mos shkatru mitin që kanë ndërtu për veten e tyre, si intelektual, ato e mbrojnë me fanatizëm këto edhe në qoftë se nuk janë tradhtar, por se janë njerëz të vegjël dhe kanë frikë se u shkatrohet kulti që kanë ndërtu. Kanë frikë se po të thonë të vërtetën tashti që ka ardhur koha të shkojnë atë se do ngordhen edhe do hidhen nëpër gropa si qend, edhe sikur të kenë varre mërmeri, unë kështu do i quaj këto maskarej. Ato kanë frikë se në vend që të lënë një emër të madh gjoja mrapa që ne kemi qenë shkencëtarët, ne kemi qenë anëtarët e Akademisë së Shkencave, do të lënë pastaj një emër të keq, por më mirë të dalin, në qoftë se kanë pak ndjesinë e shkencëtarit, edhe shumë të adhëtarit në shpirt, ato duhet dalin të paktën. Tashti në këtë kohë të fundit paktën shqiptarëve, t'ja bëjnë të saktë se janë rritë shtresat të tëra, studentët që janë intelektual vetë dhe besojnë në teoritë e tyre të gabume. Tu thonë që ne kështu kemi qenë detyruar, këtë kemi ditë, edhe nga shkenca mbarbotërore këtë kemi mësu, edhe s'kemi qenë gjendje të shohim të vërtetën, por ne e shohim tani dhe e pranojmë. Sidoqoftë, për shembull që këto kaonët që shifti ju këtu, kaonët, ku është e piri që thash, edhe që vjen deri poshtë Molosi se ku ta diun. Për këtë ne shkojmë dhe referohemi miq e shok. Për shembull Strabonit. Straboni në librin e tij Gjeografia, që e shkruan në shekullin e parë para erës sonë, edhe është vëllezër motra libri i 7. E themon këta që do të mësoni të flisni, kështu po të flisni më bukur se sa unë. Është libri 7, pra është fragmenti 7, ku ai ka shkruajt, edhe ka thonë, pas maleve kera une, shifeni ku janë kera unet, Shqipëria e sotme, pas maleve kera une që vjen këtu poshtë, është Kaonia, që do thotë është Epiri, është Kaonia, qyteti i Foinikës dhe porti i Engezemosit, s'prishpun në greqisht. Edhe këto, ai e qunë Kaonia, ku ishin Ilirët, ku ishin Epiriotët, ku ishin pra në perëndim të Molosëve. Tashti, Apjani ka qenë një luftëtar i lirë i shekullit 2 të erës sonë, por është pra e njeh gjithë bota si ekspert i kësaj çështje. Ai shkruan se qyteti grek përgjatë Bregdetit dhe ato në Kaoni, pra këto në Kaoni dhe Thesproti, se si quhet Thesproti, ishin toka i lire nën sundimin i lirë. Edhe pra janë burime që jo duhet i themi ne, edhe kështu ka thonë, për duhet të tregojmë edhe ku shkojmë.
kush e ka thonë në çka. Po kështu ka folë edhe Plutarku kur shkruan për Pirësin, që Pirën ju dini, Pirën, unë them Pirësin, më falni se unë lexoj gjithë ditën anglisht dhe i ngatroj termat shqip, anglisht nuk e mësova kur mirë të flas, edhe shqipen e prish nga që më hyn anglishtja. Plutarku shkru në librin e tij Pira rreth shekullit parë dhe dytë të erës sonë, që ishte paraardhësi i akidëve nga mbretëria e thespotëve në Kaun. Pra gjithë të dalin që Kaunët, që u bë edhe gjuha e grekëve të lashtë, e këndafin të helenëve, pra ishte gjuha e një fisi i lirë. Me këtë gjuhë, vëllezër e motra, është shkrujtë dhjata e vjetër e parë, me gjuhën e Kaunëve. Natyrisht që gjuha do ketë ndryshime, natyrisht që nuk është ajo gjuhë që flitet sot, ka qenë gjuha e intelektualëve, është përzim me mjaftë në atë kohë, për shembull edhe terma hebrej, se kryesisht ka qenë shumë ndikume në kohën e helenëve, gjuha helene ose kaunite me gjuhën e vendësve në Levant, që fillon të flasin greqishtën dhe do thotë që kaunishtën, pra gjuhën e helenëve, filluan të gjithë të hebrejt flisin gjuhën e re të perandorisë së re, helenike, edhe do thonë ju, po pse Aleksandri nuk zgjodhi maqedonishtën? Pse Aleksandri nuk zgjodhi atë athinjotën ku studioi, po zgjodhi kaunishtën? Është gjuha e nënës së vet, vëllezër e motra. Nëna e Aleksandrit është nga Kaunja, është nga fisi Piros, është gjuha e tij. Kaunishti është gjuha e Aleksandrit më, gjuha e nënës, gjuha e asaj që e ka rrit me Ninulla, që i ka këndu këngët e Epirit të Kaunisë, është gjuha e vet. Pra gjuha e Aleksandris, gjuha e helenishtes, helenishtja, greqishtja e vjetër, gjuha e Aleksandrit nuk është thjeshtë gjuha kaunite, por është gjuha e Aleksandrit për nga nëna, gjuha e Olimpit, vëllezër e motra. Por edhe një herë, vëllezër e motra, kjo është, si thusha, kjo është hapi ynë i parë i nga dalt për të qjerë një velo të madhe të rëndë të erët që kemi mbi kokë, që do t'jetë jashtëzakonisht të vështirë dhe zë arrijmë ne, por shpresoj që brezët tanë, që po edukohen, edhe nuk do t'jenë më të indoktrinuar nga pisligjet, dhemjet, vobëksit e Akademisë sonë të shkencëve. Ata ka një punë të madhe për të bërë përpara, për të gutë vërtetën, por e vërteta nuk varroset, dhe e vërteta do dalë, do t'jetë jashtëzakonisht të vështirë, por ju duhet pak nga pak, dalen nga dalë, në vetvetet krijoni bindjen që gjuha e grekëve të lashtë nuk ka qenë gjuhë tjetër, po gjuha e fisëve i lire të Kaunisë, ka qenë gjuha amtare e Olimpit, është gjuhë i lire edhe të gjitha shkencëtarët serioz, qoftë në antikitet, qoftë edhe sot e kësaj dite në përbot, të paktën mëse, por kudo rrëfejnë se Pelazgjia ka qenë gjithmonë prezente ke bota jonë lire, edhe kur u duk që dolin mbi kryen një tjetër gjuhë që është helenike dhe eliminon ilirishtën, ajo është prap, ajo gjuha e vjetër është prap gjuha e lire. Unë këtu kam
nxjerr një listë që s'do t'ju biznis juve me këto pasese bashkëndësore, por ku unë po punoj me këta dhe kjo lista ka këto autorë të tjerë të cilët mund të referohemi pa fund, si për shembull po dizoni këtu kemi Tukëtidesin, ky është i shekullit 5 para Krishtit, edhe shkruan për periodet kaunës, edhe thot janë non-Grik, pra janë barbar, non-Grik, për ata që kishin filluar të flisin gjuhën qytetare, gjuhën e civilizimit, e qunin gjuhën atje në Athinë, e qunin epiriotën, gjuhën e kaunëve, e qunin non-Grik, që do thotë jo greke, barbarian, e quhin, si thonë për shembull në Tiranë, ata gjoja shumë pamukët që e majnë vetën për intelektual, për malësore dhe veriut, malak. Ashtu thonin edhe athinjotët, për epiriotët, përmes, po flasin përmes Tukëdidis. Nuk e di si e them me shqip Tukëdidis, që është në shekullin e 5 para son, i qunë të këto barbaret, këto malokët që në termin e sotëm, shqiptarëve sotëm, i qunë të pra jo grek, barbar, pra që ishin lirë. Pausanios është një tjetër këtu, edhe origjina e tij pra për greke, është i shekullit të dytë e Ereson, pra kohës kur kanë romakët, i qunë e periodet Pelazg, shikoni këtu, dhe jo Hellen, Pelazg, se kemi këto klysh të kurvëve, si një tip xhevatloshi, një shkardhat, një djop, një miran, një njëri, një fundërin, që man vetën akoma dhe sot dhe kësaj dite për shkënstare gjuetar, ku s'ka pikën e turpit, edhe të regon vetën çfarë ignoranti është, edhe thot që është një element, se thot abstrakt. Shikojeni vëllezër e motra, në shekullin e dytë të Erason, pra 1900 vjet përpara, Pausiani shpjegon që është grek vetë, për në shekullin e dytë, shpjegon që periodet këtu ke kanonjës ishin Pelazg, dhe i Hellen. Do të shikoni këtë më kujdes. Tjetër, për shembull, është një që quhet Plini ose Dionysos, vëllezër e motra, nuk do t'i lësë pas sa kalon shkencësor. Kush është interesuar mund t'ja çojë informacionin unë. Por kjo është vëllezër e motra edhe një herë të dini ju që jeni ushqyer dhe rrit në një histori të bastardume, të keq interpretume, të shtremërume, të varrosme, jo vetëm nga armiqtë tanë që kanë bërë me qëllim në Greqi, jo vetëm nga ato që kanë dashur me çdo kusht të formojnë një shtet grek artificial, kanë qenë kryesisht gjerman, por nga klyshet që kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi në Akademinë e Shkencave. Për këto vëllezër e motra, ne duhet të kemi një luftë madhe përpara, edhe nuk është të thjesht se kemi këto klysht e dhemjet e Akademisë së Shkencave Shqiptare, që është haleja e intelektualizmit shqiptar, por ne problemin e kemi me vetën se është një numër pafund studentësh që kanë dalë dhe janë bosët intelektual, që janë indoktrinuar për vite, për shekuj, nga kjo shtrese kalbur dhe mykme që vjen era mut në mes Tiranës, nga ta halet si xhavatloshi me shok, sa më gjokë.